Konstantin Gjovani, akuzuar kryesor për masakrën e ndodhur mëngjesin e 4 nëntorit 2014 në Tiranë, do të përgjigjet penalisht për vrasjen e 4 fisht. Në qerit e izolimit, Konstantin Gjovani është njohur me akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese të 2 ose më shumë personave, një akuzë që parashikon një dënim nga 20 vjet burg deri në burgim të përjetshëm. Akuzohet gjithashtu për armbajtje pa leje. Miku i tij, Erald Sida, është akuzuar për përkrajet e autorëve të krimit dhe dhënie parash për ushtrim prostitucioni. 2 akuza këto që e përjashtojnë nga vrasja e 4 fisht dhe që e lën autor të dyshuar vetëm 26 vjeçarin Konstantin Gjovani. I dyshuari i tretë, Alban Bllacaj, është lënë i lirë me urdhër të prokurorisë pasi u provua se ai nuk ishte pjesëmarrës në ngjarje. Konstantin Gjovani mësohet se i ka mohuar akuzat. Ai është shprehur se nuk mban mend asgjë nga ngjarja për shkak se ka qenë në gjendje të dehur dhe nën efektin e substancave narkotike dhe nuk ka pranuar të jap dëshmi në këtë fazë hetimi. Por provat e prokurorisë dhe rrëfimet e dëshmitarëve okular, tashmë të dokumentuara nga prokuroria, e nxjerrin atë të dyshuarin kryesor. Sipas dëshmive, Konstantin Gjovani është konfliktuar me Edison Jahon, që ka qenë në tavolinën ngjitur me mikun e tij Enea Xhaj. Ka qenë fillimisht një konflikt verbal. Pas kësaj, Gjovani dhe miku i tij Erald Sida janë nxjerrë jashtë nga një roje e sigurisë dhe vetëm pak minuta më pas kanë hyrë sërish dhe janë përleshur fizikisht në shkallët e lokalit, që gjendej në bodrumin e pallatit përballë Fakultetit të Histori Filologjisë në rrugën e Elbasanit. Në këtë moment, Konstantin Gjovani ka nxjerrë një pistolet që e kishte me vete dhe ka qelluar me 6 plumba Jahon. Të gjithë plumbat që kanë goditur 3 viktimat e tjerë kanë prekur më para të. Në raportin mjekoligjor thuhet se Edison Jahon ish efektiv i forcave të ushtrisë dhe pjesëmarrës në disa misione paqëruese në Irak dhe Afganistan. Saktësohet se të gjithë plumbat viktima i ka marrë në kokë dhe sa ata janë të shpues. Arbër Demiraj ka një plagë të shpuese në gjoks, me drejtim nga para prapa. Shtetësi italian Paolo Azzola ka një plumb në krahëror. Enea Xhaja është qelluar në qafë. Pas kësaj masakre, Gjovani, Sida e Bllacaj kanë marrë mikun e tyre 19 vjeçar Arbër Demiraj për ta futur në makinë dhe për ta larguar nga vendi i ngjarjes, por janë penguar nga një makinë patrullës së policisë, që kishte mbërritur në vendin e ngjarjes, e lajmëruar nga 2 telefonata. 2 të rinj ndaj të cilëve janë ngritur zyrtarisht akuzat, pritet të dalin përpara gjykatës së Tiranës për t'u njohur me masat e sigurisë.